Dashura familje të dëshmorëve, veteran të ushtrisë shkëlqimtare kombëtare, bashkëdrejtues të Aleancës Kombëtare për Integrim, shefi shtabit qendror, të gjithë ju shefa të shtabeve komunale e lokale, të dashur këshilltar dhe kandidat, apo më mirë të thuhet kryetarët e ardhshëm të komunave tona, nga Struga deri në Likov. Do doja një urim e një përshëndetje të veçantë për një koqirët Shkupin e vjetër këtu. Në emër të gjithë atyre, do doja t'i përgëzoj të gjithë shqiptarët që sot vërshuan rrugëve nga Struga deri në Kumanov. Nderuar vëllezër e motra, ka një rregull në politikë kur mos e pengo kundërshtarin që po gabon. Ne e thyem këtë rregull, i paralajmëruam kundërshtarët tanë që ato gabon shumë. Në radhë të parë, ata nuk respektuan legitimitetin e fituar të shqiptarëve. Dhe tani, bashkë me hizmetçare vazal, vazhduan të rënojnë e cënojnë marrëveshjen paqësore të Ohrit, duke vënë në abrogim ligjin e gjuhës shqipe, duke hequr inspektoratet për kontrollin e kësaj gjuhe, duke hequr balanserin një kontrollues i fortë për përfaqësimin e drejtë e adekuat të marrëveshjes paqësore të Ohrit. Marrëveshja e Ohrit duhet respektuar nga të gjitha palët. 2 dekada bashkë me komunitetin ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n, kemi punuar me forcat politike në vend, edhe me LSDM, edhe me VMRO, në realizim të kësaj marrëveshje. Kristian Mickovski do me dalë trim mbi trima. Kristiani në argatët e tij, me gabimet e një pas njëshme që bën, vetë që i organizon dhe mobilizon shqiptarët. Kristiani duhet t'i ndalë kasnecët e tij, ata të cilët bëjnë raporte për Komitetin Ndërkombëtar se gjoja se Aleanca Kombëtare për Integrim i ka vënë gjithë zjarret në Maqedoni për djegjen e pyjeve e të fabrikave. Ne nuk jemi buravec
që t'jedhim gurin e t'a fshehim dorën. Ne nuk njezim pyje, nuk ndezim fabrika. Shkon deri aty me kasnecët e ti që informojnë, edhe Brukselin edhe Washingtonin, se ne duam të djegim xhamia. Shkojnë as larg sa aleanca kombëtare po përgatit të vras njërin nga kandidatët e të mërshme, me qëllim që tani të bëj luft e përplasje mes etnive. Kristian jeni të ri, mendoni mirë se përballë nuk keni as gjeldeta as kastraveca, por keni kuadro, ekipe mirë të specializuara në të gjitha fushat, cilin do që ta marrësh nga kandidatët për kryetar, se cili maj mirë se tjetri dhe nuk din se si t'i ndash. Vëllezër e motra, kam një porosi, sepse parafolësit thanë gati të gjitha për Kristianin. Kristiani ishte ai që në ndihmoi ne për të bërë bashkë, sepse filloi rënimin e të drejtave tona. Dhe ne duam paqen, ne duam stabilitetin, ne duam ardhmërin, ne duam Europën, ne duam NATO-n, dhe pikërisht ky përcaktimi yni ne na ka bërë të gjithë bashkë, jo vetëm për shpëtuar çështjen tonë kombëtare, të arriturat tona, por për ta çuar vendin përpara aty ku e presin të gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut. Porosia e dytë e Kristianit është Kristian Mickovski, me zagar, dilet në gjueti për Lepuj, por jo për Shqiponja, se Shqiponja nuk zihen as me zagar, as me lakej e kasnec, të cilat ti po i stërvit për të na denigru neve. Po ta përsëris edhe njëherë, Shqiponjat fluturojnë lartë në kaltërsi, zagarët ruaj për Lepuj. Nderuar vëllezër e motra, po e përsëris apelin e të gjithë parafolësve të mi, me datën 19 tetor, është referendum i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Numri 4. Numri 4 është numri ma me fat. Prandaj, mos e lëmë vetëm në duar të fatit, por të angazhohemi natë e ditë, që me 19 tetor Kristian Mickovskin në mbrëmje të azojnë efet.
Falënderit, urimet gjithë ju, kandidatëve dhe suksese në drejtimin dhe mbarvaqjen e komunave. Faleminderit shumë. Erdhi koha e vërtetë, dignitetit dhe shpresës, pjesën dhe nesër, erdhi koha e vërtetës, dignitetit dhe shpresës, pjesën dhe nesër, Stuhieve të zeza forës lëkundet mali Bez lidhje sot